Mirë, po unë po du me dhoni sadak tjetër, sadak interesante, nga dhe mirë. A i ka shku nërmen në i kujtë, kur së mërët me dhonë sadak. Thot, krejt një sahabi tjetër, Ulbe ibn Zeid Ensari. Vjen të pejgamberi alayhis salam, thotë i dërguar me Allah, unë s'kam as më morr ushqim me veti hurma, as nuk kam deva, mundesh më gjeti. Unë po vi ushtar, ama mundesh më gjeti. Thotë jo s'kam të asit e po far ngushlloko. Shkon këtë shtëpia vetë dhe ta natën me na. Quhet natën edhe thotë o Allah, do. O Allah thotë, ti më di thot njetin, edhe më din zemrën, sa po më thot zemra me shku me pejgamberin me luftu, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po s'po kam me shka me dhonë sadakën. Mirë po unë po du me dhoni sadak tjetër, sadak interesante, nga dhe mirë. A i ka shku nërmen në i kujtë, kur së mërët me dhonë sadak. Thot, krejt musliman, shka më kanë hak, shka më kanë bëhë zullëm pa drejt, për ja u fali sante për hirë të sadakës që s'po mujmë me dhonë për betinet e bukut, letë shkën edhe kje sadak qështu. Kitë po japin, po japë edhe sadak të shka, po heki dërë për drejtës teme që ditën e gjykimit, po dhe në këtë but, mos më lyp hap kërkuna që më ka muaj, veç masi s'po mujmë me dhonë sadak. A i që kanë mene ne i kujtojnë? Thonë, ka rast e kanë herë kur i thëtë zemra me dhonë sadak, me bo mirë së mundët. A i që kanë me thonë, Allah, për fali me filanin. Për fali filanin sadak, ma si s'pomoj me dhonë sadak, faljen për e bëj sadak. A mu, pastaj, dëgjone që kanë dëllë me këta. Të nesërmen, qëhet pejgamberi alayhis salam, kush për juve ka vepru kështu? Kush për juve ka dhonë sadak faljen e haqeve që ja kanë tjertë? Qëhet kjo dhe tonë i dërgoni Allahut. Thot atët për gëzaj, se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem, të është shkru si kurse me pas dhonë sadak. Allahu i shpalli, në ti ke dhonë sadak u kri. Në ti sikur me paspru dinart, e sikur me paspru kualt, e sikur me paspru armatem, është më në jutë. Që ka dhonë sadak, jep ka fal njerëzve.